Lexojmë nga Veprat e Apostujve në fillim, kapitulli I parë nga fillimi. Veprat e Apostujve, kapitulli I parë, paragrafi 1. Tregimin e parë e bëra o Teofil mbi të gjitha gjërat që Jezusi nisi të bëjë dhe të mësoj, deri në ditën në të cilën u muar në qiell, pasi u kishte dhënë urdhërime nëpërmjet frymës të shenjtë apostujve që ai kishte zgjedhur. Atyre pasi pati vuajtur, ju paraqit I ngjallur me shumë prova bindëse, duke u parë prej tyre për 40 ditë dhe duke folur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Dhe duke u gjendur bashkë me ta, I urdhëroi ata që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të prisnin premtimin e Atit, që tha ai, e keni dëgjuar nga unë. Sepse Gjoni pagzoi me ujë, por ju do të pagzoheni me frymën e shenjtë, mbas jo shumë ditësh. Kështu ata që ishin mbledhur bashk e pyetën duke thënë, Zot, a do ta rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Por ai u tha atyre, nuk ju takon juve të dini kohët dhe momentet e përshtatshme që ka përcaktuar Ati me autoritetin e vet. Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitaret e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e dheut. Mbasi I tha këto gjëra ndërsa ata po e vështronin, u ngrit lart dhe një re e përfshiu dhe u ahoqi prej syve të tyre. Dhe si ata po I mbanin syt e ngulitur në qiell, ndërsa ai po largohej, ja 2 burra në rroba të bardha u paraqitën atyre dhe thanë, burra Galileas, pse qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që është marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojë në qiell. Atëherë ata u kthyen në Jeruzalem nga mali që quhet I Ullivet, që është afër Jeruzalemit sa një ecje e së shtunës. Dhe si u kthyen në qytet, u ngjitën në sallën e sipërme ku rrinin Pietri dhe Jakobi, Gjoni dhe Andrea, Filipi dhe Thomai, Bartolomeu dhe Mateu, Jakobi Alfeut dhe Simon Zellshmi dhe Juda Jakobit. 11 dishepuj. Të gjithë këta ngulmonin me një mendje të vetme në lutje dhe përgjerim së bashku me gratë, me Marin, nënën e Jezusit dhe me vëllezërit e tij. Në atë ditë, Pietri u qua në mes të dishepujve dhe numri I emrave të mbledhur ishin rreth 120 dhe tha, Luka ungjilltari, një ungjilltar me të vërtet I veçantë, I cili shkruajti njën nga të 4 ungjit, të parin ungjill e shkruajti Mateu, që I cili drejtohet Izraelitëve dhe zbulon Jezu Krishtin si mbret dhe Mesia. Të dytin ungjill e shkruajti Marku, duke ja dëftuar Pietri, dhe ju drejtohet romakëve duke ju shfaqur Jezu Krishtin si shërptor. Dhe ungjillin e tretë e shkruajti Luka, që ju drejtohet grekërve, të cilët kërkonin dituri sipas fjalës të Zotit dhe zbulon Jezu Krishtin si bir njeriu. Dhe ungjillin e katërt e shkruajti Gjoni. Gjoni I cili flet për kishën e Jezu Krishtit dhe zbulon Jezu Krishtin si bir të Perëndisë. Luka nuk është hebre, izraelit pra, por është nga Antiokia e Siris, I cili ishte doktor, për të cilin apostulli Paul e quan shumë të dashur. Dhe është njeriu për të cilin apostulli Paul thot se Luka në letrën e fundit të tij, në letrën e dytë,
drejtuar Timoteut, thot për Lukën se është i vetmi që mbeti pranë mejet. E njofti Lukën përpara letrës të dytë, përpara udhëtimit të dytë apostolik, më falni. Në Thiv e njofti. Por me të vërtet, një njeri i veçantë, i cili shkruajti Ungjillin sipas Lukës, të cilin ai vet thot për te, ashtu sikur se dërgohet tek një vëlla i tij, tek Teofili drejtohet dhe i thot: mu duk e mirë pasi i kontrollova dhe i pash të gjitha gjërat për Jezu Krishtit dhe t'i shkruaj sipas radhës. Prandaj mbaj Teofil që të njohësh vërtetimin e gjërave për të cilën je thirrur. Pra shumë serioze Ungjilli sipas Lukës. Vazhdon akoma përpara Krishtit me vizitën që i bën engjulli Zakarias dhe Elizabetës dhe është shkruar nga një njeri i shkolluar për atë kohë, për doktor flasim, dhe jo izraelit, i cili i renditi me shumë kujdes dhe i kontrolloi gjërat me shumë kujdes, gjërat për Jezu Krishtin. I shkruajti sipas radhës dhe është i vetmi ungjill që përshkruan me detaja të hollësishme jetën e Jezu Krishtit. Por nuk shkruajti vetëm Ungjillin sipas Lukën, që e shkruajti në 60-ën pas Krishtit, përpara shkatërimit të Jeruzalemit. Por shkruajti edhe veprat e apostujve, një libër të veçantë që përshkruan për kishën e parë apostolike. E përsëris dhe një herë tjetër, libër i veçantë ku nëpërmjet kësaj mundemi të dallojmë me hollësi dhe me detaja përkatëse për kishën e parë apostolike që është nëna të gjithëve tonë dhe praktikën që është vepra e tyre, por edhe zakonin e tyre, pra se si silleshin. Pra i veçantë Luka në veprën e Zotit. Domethënë dje lutesha dhe mendoja si do të ishte Ungjilli i Jezu Krishtit nëse Jezu Krishti nuk do ta kishte përdorur Lukën. As hollësit me detaja të hollësishme pra të jetës të Jezu Krishtit përpara dhe deri në fund, por as logjikën ose praktikën apo traditën e kishës të parë apostolike. S'do ta shihnim. Patjetër që nuk është më rëndësishmja, sepse nga aty e tutje e shkruajti letrat Pali, i cili na mëson me të vërtetën e Ungjillit të Jezu Krishtit. Por ne nëse qëndrojmë sot dhe për shkak të ditës të rreshajave, ditën pas ringjalljes të Krishtit, ku atëherë festohej një nga 3 festat kombëtare të Jeruzalemit, të izraelitëve, domethënë të dhjatës të vjetëre, ku Luka dërgon përsëri letrën e tij duke ja drejtuar Teofilit, dhe me bën përshtypje se pse dërgon tek Teofili edhe Ungjillin edhe letrën ose veprat e apostujve, i drejtohet Teofilit. Dhe përgjigja e Zotit ishte sepse nuk kishte tjetër mënyrë që të arrinte tek ju Ungjilli i Jezu Krishtit dhe veprat e apostujve me detaja të hollësishme. Dhe kështu mu zgjidh kjo pikpyetje. Pra shohim vëllezër dhe motra se si Perëndia gjen mënyrën, sepse Perëndia din edhe kohën edhe mënyrën që të mos ketë mangësi në jetën e njeriut. Edhe kohën se kur, por edhe mënyrën se si të veproj në mënyrë që të mos ketë gjë të paqartë në jetën e njeriut, nëse i është dhuruar nga Zoti njohuria e thellë e kohës dhe e mënyrës se si. Kështu pra vazhdon këtë përshkrimin e kishës të parë apostolike Luka,
pas ringjalljes të Jezu Krishtit dhe mundësisht pas 40 ditëve pas ringjalljes, ku u muar Zoti jon në qiell, ku për 40 ditë dëshmon duke thënë se ai predikonte tek dishepujt e tij për gjërat e mbretërisë qiellore. Do më thënë, ishte kaq e lavdishme prania e Perëndis, pra të ringjallurit Jezu Krisht, prania e Atit Perëndi nëpërmjet Jezu Krishtit të ringjallur, që dishepujt besuan me këtë se tani do të shfaqet mbretëria e qiejve mbi tokë dhe mbi Izrael. Dhe pyeten, le që ishin të sigurt, por siguria e tyre duhej që të bazohej në fjalët e Krishtit duke thënë: O Zot, mos vall, tani do ta vesh mbretërinë qiellore, tani në Izrael. Kjo ishte problemi që kishte populli i Izraelit. Donin të çliroheshin nga prangat e romakëve, por ky nuk ishte plani i Perëndis. Plani i Perëndis ishte që të çliroheshin apo të çliroheshim ne të gjithë nga prangat e djallit. Ndryshim i madh, vëllezër dhe motra. Dhe Zoti jon nuk ju ndryshoi atë logjikën e fjalës, por logjikën e të diturit, të njohurisë. Nuk ju përket ju që të dini kohën. Dhe as engjëjt e qiellëve nuk e din kohën, dhe as biri i njeriut, Jezu Krishti si bir njeriu, nuk e din. Por vetëm dhe këtë e ka të ruajtur në zemrën e tij Ati, që atëherë dhe deri më sot. Sepse në atë orë që nuk e presim, në atë orë pa pritur, vjen Zoti të marrë kishën e tij. Dhe kur u krijua kisha e Krishtit, u krijua në ditën e rreshajeve, nëpërmjet frymës së shenjtë. Dhe kur mbaron ekonomia ose epoka e hirit dhe ndalon së qeni kisha e Krishtit mbi faqet dheut me rrëmbimin e kishës, përsëri me anë të frymës së shenjtë. Me anë të frymës së shenjtë erdhi Krishti dhe krijoi kishën e tij, dhe nëpërmjet frymës së shenjtë do të vijë përsëri Krishti që të rrëmbej kishën e tij. Por të gjitha këto bëhen ashtu sikur se e paruli veten e tij tek Ati Perëndi, duke ju nënshtruar plotësisht fjalës të Atit të tij. Nuk bëri asgjë pa urdhër të Perëndis, pa urdhër të Atit. Dhe ky është shërptori i vërtet i Perëndis, i zgjedhuri në të cilin u kënaq Ati, i cili e parul veten e tij deri në vdekje në kryq. Si? Duke ju nënshtruar plotësisht fjalëve të Atij që e dërgoi atë, të Krishtit pra, të Perëndis Atë dhe të neve të Jezu Krishtit. Sikur se mua më dërgoi Ati, në të njëjtën mënyrë unë ju dërgoj ju. Je i dërguar. Patjetër që na vendos, burra dhe gra, do ta shohim. Patjetër që na vuri dhe do të na vej çdo ditë, do të shtoj në kishën e tij të shpëtuarit. Por kemi hir dhe mision të dhënë nga ai që na ka dërguar ne. Dhe ajo që ka rëndësi për ne është se kujt don t'i ngjash, kush është bariu yt. Dhe më kujtohet se unë gjithmonë thoja se bariu im është vëlla Luj. Dhe besoja dhe ishte. Derisa një ditë në Kalamo që isha në darkë duke u lutur, dhe erdhi vetë Zoti dhe më tha se bariu yt jam unë. Dhe aty kuptova se Krishti don t'i ngjajmë Krishtit. Prototipi jon nuk është njeriu, ose shembulli jon nuk është njeriu, as babai im toksor, dhe as
peshkopi apo bariu i kishës, por Krishti. Dhe më kujtohet për para se të ikte Dino, pasi ishte sëmur dhe Perëndia e shëroi, e thirra dhe i thash, dëgjom Dino të lutem, nuk e dija se do të ikte. Kujt do në t'i ngjash? Më shifte. Them ki kujdes të mos duash të më ngjash mua dhe të mos i ngjash asnjë njeriu të duash të ngjash, por dëshira jote të jetë dhe çfarë i kisha thënë atëherë, që kudo që të gjendesh, nuk e dija për Australinë, kudo që të gjendesh, t'i ngjash Krishtit. Dhe kjo është, vëllezër dhe motra, vullneti i Perëndis, ashtu sikur se thot Pali, bëhuni imituesit e mi, sikur se unë jam imitues i Krishtit. Pra kujt i ngjajmë? Kë duam? Kujt duam të ngjajmë? Asnjë njeriu dhe asnjë njeri nuk është i denjtë, thot fjala e Perëndis. Asnjë njeri nuk është i denjtë. Por vetëm njeriu Jezu Krisht, që është i vetmi ndërmjetës mes Perëndis dhe njeriut. Dhe pasi për 40 ditë predikon te Krishti dishepujvet, i ringjallur siç ishte, dhe sikurse ju përgjigj duke ju thënë atyre se s'ju përket ju koha se kur, por i përket vetëm Atit tim qiellor, atëherë vjen dhe ju zbulon atë zbulesë të mrekullueshme të frymës të shenjtë. Që thot, por ju nuk ka rëndësi nëse e dim kohën apo momentin, por ju thot do të merrni forcë vetëm kur të bjerë fryma e shenjtë mbi ju, vetëm atëherë. Nuk ka tjetër mënyrë që të vijë forca e Perëndis mbi ty vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe atëherë me forcën e frymës të shenjtë, unë do të thoja me forcën e Perëndis atë nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shenjtë, atëherë do të jeni me të vërtet dishepujt e mi, edhe në Jeruzalem, edhe në Jude, edhe në Samari dhe deri në skajet e dheut. Ma çfarë u thot tani? Ato ishin në Jeruzalem. Ishte mëkat që të shkonin jashtë Jeruzalemit dhe jashtë Izraelit që të predikonin Ungjillin. Dhe jo ta predikojnë në të gjithë faqen e dheut. Dhe ndërsa i dëgjonin këto fjalë të Krishtit, shohin në qiell, qiellin e hapur, Jezu Krishtin të ngjitet për në qiell nga toka, i mbështjell nga një re dhe 2 engjëj, thot, me rroba të bardha qëndruan pranë tyre dhe ju than, o burra Galileas, por se qëndroni duke parë në qiell? Ky Jezu Krishti, dhe kjo na thot ne sot, Jezu Krishti që u muar nga mesi juaj dhe u ngjit në qiell, do të vijë përsëri me të njëjtën mënyrë që po shihni tani të ngjitet në qiell. Atëherë pra çfarë prisnin izraelitët që nga fillimi? Prisnin pas rrëmbimit, prisnin ardhen e Krishtit. Dhe kisha çfarë pret? Pret rrëmbimin e kishës, por e din edhe pjesën tjetër. Dhe pjesa e tjetër pas rrëmbimit do të shfaqet antikrishtit, pas rrëmbimit të kishës. Do të krijohet një pikëllim i madh që s'kishte ndodhur ndonjëherë tjetër në njerëzimin. Dhe pas 7 vjetësh do të zbres Jezu Krishti, do ta shohin Krishtin duke ardhur me gjithë të shenjtët që të bëj gjyqin e madh dhe drejtësinë tek antikrishti, tek profeti i rrem dhe tek njerëzit. O Zot Perëndi. Por tani këto tha, i dinin, kuptuan aq sa kuptuan, këto dim edhe ne dhe kuptojmë aq sa kuptojmë, dhe atëherë dishepujt të nënshtruar si përherë në Ungjillin e Krishtit o kthyen nga mali i Ullivet, që është afër Jeruzalemit, që është larg sa një ecje e të shtundës, rreth 1100 metra. Ishin të 11 dishepujt dhe të tjerë gra që ishin me nxënës të tjerë, rreth 120 veta.
dhe u mblodhën së bashku duke pritur premtimin e Atit. Nuk ju drejtua vetëm 120 vet Krishti kur u muar në qiell, por ishin 500 veta që ishin aty kur e tha. Dhe ju tha të shkojnë të presin, por nga të 500 vetëm 120 u bindën. Shumë serioze kjo. Ai që nuk i bindet ungjillit të Jezu Krishtit e humb rastin e bekimit të paranjohur dhe të parapërgatitur nga Perëndia për te. Për këtë arsye të dashur vëllezër dhe motra, ju lutem të ecim jo sipas vullnetit të mishit, por sipas dëshirës të frymës. Të mos mungojmë kurr nga kisha, të mos mungojmë kurr nga lutja, kurr. Nuk do të bekohesh. Nuk ke për të bekuar nëse nuk ecën sipas frymës. Nëse nuk drejtohesh nga fryma e shenjtë, nuk është e mundur që të bekojë Perëndia. Perëndia të bëjë hir dhe mëshirë dhe të na jap frymë të përulur, zemër të butë, të dridhemi përpara fjalës të Perëndis, duke u bindur plotësisht dhe sikurse më tha Perëndia përpara pak ditësh, së pari me çdo bekim do të bindesh dhe të ecësh në ungjillin e Jezu Krishtit. E dyta, do të jesh gjithmonë vetëm në praninë e Perëndis. Nuk do të ikësh kurr nga prania e Perëndis. Nuk do të kesh kurr miq të kësaj bote apo dëfrime të kësaj bote. Dhe e treta, do të lavdërosh dhe do të falenderosh Perëndin me gjithë zemër nëpërmjet frymës të shenjtë dhe nëpërmjet të vërtetës. Atëherë me të vërtetë do të jesh një enë e përdorshme për shejtërim, e shejtëruar dhe veçuar nga Ati Perëndi, e vlefshme në duart e tij, në duart e Perëndis. Nuk do të jesh pra i pa vlerë, nuk do të jesh një vegël për çnderim, por i vlefshëm për Perëndin dhe i përgatitur nëpërmjet frymës të shenjtë për çdo vepër të mirë. Perëndia të na ndihmoj të dashur vëllezër dhe motra, që të ecim gjithmonë dhe në gjithçka në vullnetin e Perëndis. Që të shijojmë po nga njëra anë premtimet e Perëndis, por të shijojmë gjithashtu edhe forcën e frymës të shenjtë. Perëndia të na ndihmoj. Sepse nuk është që ta duash apo që të vraposh, por është sipas mëshirës të Perëndis. Amen.